Këta I luten Zotit mos dalin të vërtetët. Ku je? Qa bën? Mirë je? Ore, mirë jam Fabio, po vetëm po më thonë që më ban 30 euro, duhet ta di ku është kjo 30 euro që më falen. Hajdeni këtu e më dini 30 euro, në plak. Kush I kanë nxjerrë këta lajme? Sami gjas me mba 30 euro, duhet ta di ku është 30 euro. Ku janë lekët, tërë? Kush I ka dhënë lekët? Ku janë lekët? Fabio, u kam bërë blok të tërve vëlla, vetëm Samin e kam lënë pa blokuar. Sami, hajde këtu. Sami, hajde këtu. Duam ta dim ku është 30 euro. Sam, hajde këtu, jep sqarime. Hajde këtu me mua me Fabion, duam ta dim ku është 30 euro. Po mira, ka prap nuk e lanë këtë muhabet ore vëlla. Po jam të lodhur, bro. Për zotin ervi këtu në Tiranë I fash, hajde takojemi, mos ki frikë se jemi nga ta tipa që ftojnë për darka e fusin kurve. Nuk më takon të. E qa tha? Glevios, Aleksi, Kozakut, qa janë ata tjerë tu kam bërë blok. Nuk janë të rëndësishmë botën time. Vetëm Samit I kam lënë pa blokuar, duhet ta di ku është 30 euro. Qa të themë vëlla që ke hymi lojtë tyre që është zorë me dalë. Ta birë. Tek ku po ja dalë, imagjinoj kur të bëhe me me shok. Ore, për të va del, po puna është se këta nuk e kam problem o vëlla me folë për ditë, nuk I lenë mua betë, vetëm Fabio, e di qa është një gjë, se ti je në grada, je me I lartë, je me I vujtu, me I parë. Po jam o vëlla se dhe unë njeri thjesht jam o vëlla. Po flasim me realitetin e pozitave. Je me I lartë e inshallah Zotit ta letësoft, Zotit të ngreft. Rapsh Allah, që ku rapsh. Nisë mund të fitoj unë me këta njerëz që bëjnë spionim edhe bëjnë luft. Luft edhe spionim. Qysh mund dalin këta si gangstera, kur edhe ta bëjmë me shtet, e qeshin kur ta bëjmë me shtet. Allah, tyre, qatë të them, nuk kanë më tur, po asgjë, kupton, nuk I vret më asgjë, nuk e kanë problem. Me qesh me spion vlikun, dikur spionat u pushkatonin. E në për burgje u gjunin, ti e di si gjunin spionat në burgje kurrin. Kërciste brisku direkt. Ore, atjete ju kërcet briskush, këtu kërcet vlaqko, thi kam pyt. E kanë shku shumë spiona në botë tjetër. E kupton? Kur që të spiona në hapur, nuk e kanë problem, vëlla, nuk unë zjetë ftyra, e kupton? Po jam pa pikturti. Mua më vjen në zorë kur po t'i gjoja që qasë po foni për mua, pa. Gjasme më ka ndodhë kjo, vetëm për audiencë. I pash dhe unë, po unë nuk I besova me të thënë drejten. Qa thua, vëllame. Qa thua. Sami, Sami, vërtetojmë 30.000 euro qonë, pa. Bjema 30.000 euro në Sami. Ku është 30.000 euro? Po qona mos më shkruani se nuk fus njeri unë, se s'du mu bon tu Laro Pazari. Unë jam largu nga TikTok-u, më leni rahat, hyra me Gucci-n, dhe rri pak me Gucci-n dhe më leni rahat, hyaj. Edhe për foljen, edhe për fjallë. Nuk sajtën me njeri, s'du mu marrë me njeri se nese mas njete do I takojmë rrugë dhe unë për I copse dhe rroj. Kam hum jetën time për ftyrën unë, kam hum erinin time, kam hum gjithë mjerat e mija. E kuptoni? Ta letësof. Mua qa bënë. Allah që këtë thash, kam ra dhe unë viktim që më s'kam ra kur mjetë, s'kam ra, kam net me gangstera, me loj njerëzis, nuk kam ra kur viktim, po me këta vla nuk ja dalë do të vla, se e kupton, tu në internet nuk ja dalë do të. Tishim rruga, tishim I venda, tishim mi steta, tishim bal për bal, e di unë se që shklasin këta, edhe si rrinë ta. Qa mu ban këtu, dhe? Këtu fitojnë këta. Jo, nuk fitojnë ata. Ka ardhë kohë e vërtetit dhe do këthejnë të vërtetit. Ore të vërtet do këthejnë, po balafaqojmë një ditë me njëri tjetrin. Do I balafaqoj unë, Fabio, mos ki me reaktiv. Duam ta dim ku është 30.000 euro. Po qa kanë thënë? Kanë thënë 30.000 euro? Gjas me mva mua 30.000 euro, gjas me qasën 30.000 euro më dimonin mua. Sa t'japi një gur me qa kokën më vla qa 30.000 euro që me dhënë ta.
Unë kam qenë tu brenda, i kam respektu në këtu brenda, se s'du me përmen emra, po gjithë, valla, që e qikon tu në për Kam të... parë, ke vënë suport e unë nga ditë e pare, shumë faleminderit, Fabio. Zoti ta Valla, lehtëson. nuk e, jo se supporti, se sërgje supporti, valla, se... Jo, po nuk je detyruar. I kanë prit shokët e mi, i kanë prit njerëzit e mi, e kuptonë, të nesën kam dalë të mbonë, laka këtu. Mos u mërzito, vllachko. Pare. Thjesht distanco. Atë i kam bërë blok, Klevios blok, Aleksit blok, Kozaku, qa janë tërë këta zhullësat e TikTok-u du kam bërë blok. Vetëm Samin e kam lënë pa blokuar. Sepse Kur Sami? nuk e di kur Sami, Sami mbase po na ndjek fshera se. Gjeni Sami, në qune. Jeni Sami duam ta dim ku është 30.000 euro. Duam dim 30.000 euro që van fillim, pastaj 15.000 euro, pastaj 10.000 euro. Ore quna. Unë jam djalë i setë. Ta kujten se shqitën gjithë për leko, va. Aman, va, aman. Ta bënë e gjë, si ja kalon sot. Mirë, vllachko, mirë. Së vitë, gjumë. Mirë jam. Po unë jam përfundim tani, va, dita ditës pes. Amin shumë, sa më shpejt. I kam bërë 18 vjetë, vlla. 2 në Shqipëri, 1 në Qipër, 15 tu. Nuk e as sikur s'ke bërë as një vit, po. Ja Mashallah. Qipëtarë 12 më risati, vlla. Ashtu më bëja. Gatuam vetë, Fabio? Po, vlla, po. Zojnë. S'kam hashun e jetë gjithmonë vetë, vlla. Kemi supermarketin, gjërët. Nuk është si atje këtu, vlla, është ndryshe, komplet. Është 360 gradë ndryshe. Kam parë një video famoze që ka nxjerrë, po të filmonte njëri fsherasi, kur ishte dikush në kat 2, ishte në kat parë. E di për Po ta këtë. përmend shumë, po ka qenë shumë video, atë videon e kam parë para 5. Vlla, se ato video na kanë lënë në burg, betohet. E Do kam kishim parë atë dalë. video para 5 vjetësh, po bëhe shumë për shqiptar. Po bëhe gjatë madhe për shqiptet aty. Para 5 vjetë e kam parë atë video në Instagram. Jemi të lidhur, vlla, shumë me njëri tjetrin, do të thënë, ti bisin racat e ujës, tani nuk ka shumë shqiptarë këtu, dikur kanë qenë shumë. E mbajmë njëri tjetrin, vlla. Këta 11.000 veta që po na ndiqni të tërë, vetëm shkruani Free Fabio. Respekt se shqipe. Të Por e ku është Sami, Sami, gjeni Samin. po dua vetëm 30.000 euro në pa, po me që them vetë 30.000 euro, pak të nama 30.000 euro, ta kem 30.000 euro. E mor vlla, ku je fut dhe ti me i tre kancer. Të di ku Nësë do... është 3 ganqo, ba, një ikën këshu e këshu. Po ku të qunë vlla të krokodilat, e? Po e Fabio, për zotin vëlla shikoj të liqeni atje, jo, te si firet, si lumi, te lumi ato dilte krokodilat. Vajta bëra një showroom, Fabio, vajta kam heca në spital, heca me kamte mia në spital, bëra showroom, dola vetë me kamte mia, vetëm nga ushimi, nuk e di qa po haja, bret kocka, nuk e di qa ishi. O je i madh për zotin. La, kam bërë showroom, pastaj dola vetë me kamte mia, kam heco 1 orë ma showroomi do. I parë sta story, gjë. Po nisha i sigur që s'ka gjë, po dalin këta këtu e thonë, jo i ndodhi Ta këtu, jo i imigrantë të ndodhi vlas këtu. kanë qatë bëjnë për qiko djenë, kanë jam shëra ne nga frika, rinë aty vetëm frikë, e dalin e mashtroj njerëzit, vetëm për qiko djenë. Vlaçko, jetë kur të takësh dikë, të ulesh me tavolin, duhet të respektuaj. Edhe pjetë një që s'ja blen nga moment që ulesh tavolin, hajtë së buka, pi një gota, bë një egzura, pi kafe me të, duhet të respektuaj. Di gjaonë, këta nuk kanë limit, nuk kanë limit. Se di qa me thërë. Me që më falë më va 30.000 euro, pak të nama 30.000 euro shumë. Ta vërtetojmë që më vet 30.000 euro me vërtet. Se ti vajte fe më vet 30.000 euro, 15.000 euro, 5.000 euro. Unë duhet isha i pasur tani. Ku janë leket? Shumë me vërtet. Me që fa kam vend 30.000 euro, nama me vërtet 30.000 euro shumë. Sami, hajde dhe bje Ku që ka 30.000 thënë euro. të, Vlaçko? Sami fa gjasme më va 30.000 euro, pas gjasme i va mamas ti me 30.000 euro,
pastaj gjas me mva mua 15, pastaj gjas me mva 10, pastaj 5. Nuk duhet ta di ku është ky lekur. Ose pak të nama 30 euro me vërtet. Bo ma shtrove, do me dal ti VIP me audiencën ti me sigur ve mua 30. Po nejse, të tërë shkruani Free Fabio, të tërë vetëm shkruani Free Fabio. Respekte sipe. Jurit zoti. Po ku është ai son? Kasetën e ndroj pa problem, po unë i njëjti jam, ata duhet ndrojnë kaset. Nejse, unë nuk kam bërë blok, nuk kanë si qasen me. Edhe me akante falso po ndjeki. Bo tani pas ke këtë fare vlla. U bëra blok Fabio, nuk i dua fare. Nuk i dua ta zhyllsat e TikTokut afër fare Fabio. Respekte sipe, respekte. Vetëm Sami ti kam blen pa e blokuar. Po në Shqipëri është ajo apo Ore, mora veç Ervin Tiran, ka marrë avionin direkt Fabio vajtan Tiran. Vajtan Tiran, sa mbritan Tiran i shkryta, dale. Shikoni qi. Sa mbritan Tiran i fash, Sami jam Tiran, hajta kohemi. Qa janë këta këshurë? Urvro. Sa mora vesh ishte në Tiranë, ka marrë Tirana, po stafat atakoja nuk takonte. Por e vllaj që të bën për të denoncim atje, po bëshin çakalla, unë si marr vesh do të. Nuk e di edhe, po momenti që përmendet spiuni e denoncimi, unë iki me vrak, as nuk rri Po vërtet. normale, se më shtetin s'ka lojra. Edhe mi shtet si puna. Ta vojnjaz nuk është herë e parë që kam përmendur spionime e denoncime, këta s'kam pik turpi, pa pik fytyre dalin e qeshim pastaj. Pastaj rri unë një vit, dëgjoj, burgu është i njëjtë ku t'jesh, po. Pse do rri unë burg kur s'kam bërë asgjë gabim, unë vetëm nxora orën për koreksi që e ktheva orën. Vllajko, burg bëhet, po bëhet kur ke një arsye. Fiks, jo të bëj burg unë se doja të ktheja një burat mbrapsht. Unë i pash videot, nuk bërën e gjë që, unë se disë janë ligjet në Dubai. Atë një gjasme po i ngjizove një gocë, që ajo s'do të dali në internet, se para 2 ditësh ajo goca e kishte shumë. E kam pa. Po, ata donin Iran rrugës që nuk doja dilja unë në internet, edhe më nxorën gjasme mund të haja një vit burg. Po ajo kishte qef dilte para 2 ditësh, donte audiencë. Se ti e di këto e goca ças bëjmë për një çik audiencë. O vllajko, po ajo është del për ditë në internet, nuk është se nxorë dikë që s'kishte dal kurrë dhe. Aty vëllau me rakosa, unë e thash më mirë hajde sa më shpejt, se këta po flisnin e po qeshnin. Po qeshnin sikur se është në një spionim. Vlla me spionliku me qesh, kjo është zoti na ruaj. Po pik turpi. Bo. Njëja bërë që hikin nga tje, po qa bajt atje, po qa të tunë? Kur hyra ditën e parë në TikTok, Mervi Sami e tha, unë kam ndihmuar shumë një smur. I thash, të lumë, po unë s'jam i smur. Pa jo, nuk je i smur, po je bohu i rifa e duhet jap një shansë për një jetë të re. I thash, okej, unë vetëm duhet filloj të punoj, unë krau nuk duhet mirë me internet, se unë s'dola për internet. Vetëm një ditë lash një mesazh e ikë. Pa do të bjen në Dubai. Tani gjasme mua më ftojnë Dubai për ditëlindjen e Klevjes. Po Klevjum edhe Anajdi morën telefon vetë, pan hajde për ditëlindjen e Klevjes, pash jo. Pastaj nisi Sami biletën, pa do vish në Dubai, gati jenë. Vete unë të ditëlindje djalit Aleksit. Se di as unë qa punë kisha të ditëlindje djalit Aleksit, po nejse, pash hajde, e kalojmë këtë natë edhe punë ditën tjetër. Fillojmë pastaj, fillojnë tallet. Mirë ti si shoku i me flet mua.